çfarë do që e kërkon me shumë dëshirë, mund të ikë. Sepse kur zemra kapet fort pas diçka kalimtare, ajo humb qetësinë. Vetëm kur dëshira lidhet me atë që është i përhershëm, gjen paqe të vërtetë. Dëshira e vërtet nuk duhet të jetë për gjëra materiale apo njerëz, por për Allahun dhe për të njohur veten. Vetëm kur i dorëzohesh Allahut dhe afrohesh me të, ti je më i plotësuar dhe të mirat vinë natyrshëm në jetën tënde pa u munduar. Më pak forcë, më shumë besim dhe dorëzim ndaj rrjedhës që ka caktuar Zoti për ty. Ja disa shembuj lutje që mund të bësh. O Zot, qetësoje zemrën time me përkujtimin tënd. Forco besimin tim dhe më kujto se çdo gjë është në dorën tënde. Ose, o Zot, më hap zemrën për të njohur më mirë madhështinë tënde, të punoj me zemër të sinqertë dhe më mëso të pranoj qetësisht caktimin tënd. O Zot, më fal gabimet që i di dhe ato që i kam harruar dhe më jep të mirat e kësaj bote dhe të botës tjetër, sepse vetëm ti e di çfarë është më e mira për mua. Bëj që çdo vepër e imja të më afrojë më shumë me ty. O Zot, le të bëhet vullneti yt, jo i imi, dorëzohem plotësisht tek ti dhe i pres të mirat vetëm nga ti. Amin.